Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë në Jeruzalem, në Izrael, deri më datën 27 janar, ku do të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit. Përveç kryeministrit Rama, në seancë do të flasë dhe kryetari Knesetit Amir Ohana, kryeministri Izraelit Netanyahu dhe lideri i opozitës Lapid. Rama u takua para konferencës ndërkombëtare me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili u pasua nga takimi mes dy delegacioneve dhe në përfundim nga një deklaratë për shtyp. Trashëgimia unike historike e Shqipërisë në mbrojtjen e hebrejve gjatë Holokaustit e bën këtë lidhje thellësisht të veçantë. E për mua, për ne, është dëshmia e kurajës morale të gjyshërve tanë, një dëshmi që kur nuk duhet ta harrojmë. E duhet bëjmë gjithçka për ta trashëguar brez pas brezi. Qeveria është plotësisht e përkushtuar për ta kremtuar këtë trashëgimi të çmuar nga historia dhe mban një qëndrim të vendosur, të qartë e të pandryshuar kundër antisemitizmit, si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht. Edhe pse popullsia shqiptare me shumicë muslimane u bashkua me solidaritetin në mbar botën, me vuajtjen e popullit të thjesht palestinez gjatë luftës në Gaza, shqiptarët nuk u mblodhën në mitingje urrejtjeje kundër Izraelit, e as projektuan zemratën e tyre për dhimbjen e tmerrshme të popullit palestinez mbi numrin në rritje të vizitorëve hebrej në vendin tonë. Kjo përbën një kontrast shumë të theksuar me atë çka për fat të keq ka ndodhur në shumë pjesë të tjera të Europës, ku antisemitizmi edhe një herë u shndërrua në një prani thellësisht trazuese. Vendi ynë qëndron në mënyrë të palëkundur kundër antisemitizmit, po aq sa qëndron kundër islamofobisë. Ne qartësisht refuzojmë të lejojmë urrejtjen apo diskriminimin të udhëheq mendimin, veprimet apo marrëdhëniet tona me popull e vende të tjera. Në orën 14, siç njoftoi zyra e shtypit e kryeministrit, ai dhe zonja Linda Rama mbërritën në Knesset Plaza, parlamenti i Izraelit, ku u pritën me një ceremoni të posaçme shtetërore nga kryetari i Knessetit. Në orën 17:15 do të zhvillohet një pritje zyrtare në nder të kryeministrit Rama me pjesëmarrjen e ambasadorëve dhe të ftuarve të posaçëm në Jeruzalem Hall të Knessetit, ndërsa zonja Linda Rama do të ketë një takim të veçantë me gratë parlamentare. Gjithashtu, kryeministri Rama këtë të hënë ka zhvilluar një vizitë në Murin e Lotëve, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama.